Të kalojmë pak te kampi opozitar, si mendoni çfarë po ndodh me Sali Berishën, i cili zhvilloi një protestë së fundmi përballë kryeministrisë, por shumë pak demokrat u shfaqen atje dhe duket se Berisha protestat i përdor për presion politik apo sa herë ndihet ngushtë teksa u thirr nga SPAK-u sa i përket dosjes së 21 janarit. E patëm diskutuar të njëjtën çështje në një prizëm diçka më ndryshe në bisedën e mëparshme bashk. Dhe atëherë pata thënë, siç e kam thënë prej vjetra, domethënë disa vitesh, të paktën 10 vjet, që Partisë Demokratike i ka sosur vaji i kandilit. Po t'ja përkthem njerëzve çdo të thotë kjo. Një parti politike ekziston si një formacion që përçon një ide. Dhe pastaj, në bazë të saj ideje, që është e përbashkët e një grupi njerëzish, organizohet dhe bëhet dhe një organizëm elektoral që mbledh vota për të përparuar atë ide, ose grup idesh, ideologji që quhet. Mirë po, Partia Demokratike ka vite që nuk ka më arsye pse të ekzistojë. Në vitin 90 dhe 91, historia e saj nuk është ende fort e qartë, ende njerëzit nuk e dinë që ka qenë pak si më ndryshe historia e saj, por kjo është temë një diskutimi tjetër. Në vitin 90-91, kur lindi Partia Demokratike, kjo kishte një qëllim të qartë, njerëzit e perceptonin si të tillë, ishte rrëzimin e sistemit komunist dhe shndërrimin e Shqipërisë në një shtet kombë të bekat. E mori pushtetin, e përdorin mënyrën se si e përdori, u rrëzua me dhunën 97-ën, po kishte humbur legitimitetin plotësisht në 97-ën, pavarësisht se rrëzimi ishte i dhunshëm, legitimiteti i Partisë Demokratike në atë kohë ishte pothuajse nën zero, dhe kishte protesta që i përngjanin asaj protestës që cituat ju të para disa ditëve, me 300 vet, 400 vet. Mirë po, Partia Demokratike rezistoi sepse ata që erdhën, Fatos Nano, riinstaluan një version shumë më modern dhe shumë më të prezantueshëm ndaj Evropës të hajnisë. Pra ishin hajna më të sofistikuar, ta që erdhën në krye bashkë me të ndjerin Fatos Nano. Dhe e trajtuan pushtetin në mënyrë të tillë sa që njerëzve u erdhin majt hundës dhe atyre, dhe me idenë e rotacionit, me idenë që ka ndryshuar çështja, që do të marrë të rit dhe do të qeverisë në mënyrë të ndryshme, Sali Berisha arriti të bindë jo tamam shumicën, se po ta shohim ashtu nuk fitoi shumicën, por me anë të LSI-së dhe të mekanizmave elektoral arriti që të marrë një shumicë të qëndrueshme 2005-2009, të cilën e rekuperoi gjithashtu 2009-2013. Qeverisi në të njëjtën mënyrë dhe u përpoq të imitoj në mënyrat e veta qeveriset e mëparshme, derisa ju erdhin majt hundës njerëzve dhe sollën Edi Rama në pushtet, i cili tani më ka kapur gjitha levat. Pse e bëra këtë lloj historie? Sepse në këtë pikë, në momentin që humbi zgjedhjet e 2013-s, Partia Demokratike në radh parë një u shit nga Sali Berisha, është shitur njeriu të sjell posaçërisht për të marrë leadershipin, prandaj dhe nuk pati garë reale. Të gjithë ata që janë brenda Partisë Demokratike e dinë, nuk kishte garë reale, dihej. Ndërkohë që ju thuaj njerëzve që gara do të jetë reale, unë nuk do të marr në telefon, njerëz, të gjithë kryetarët e degëve merrnin mesazh SMS me emër të kryetarit historik ku thuaj që të votohet për Lul Bashën. Pra Lul Basha ishte i dërguari, kjo ishte marrëveshja. Këtë nuk keni nevojë ta dëgjoni nga unë, dëgjoni çfarë ka thënë Sali Berisha kur u shpall non grata. Ditën e parë që u shpall non grata doli një konferencë për shtyp, jo ka thënë kolegëve tuaj dhe ka thënë marrëveshja përfundoi, unë tani jam rikthyer. Kjo pra ishte marrëveshja. Marrëveshja ishte shitja atyre demokratëve, 300-400 vetëve që dolën edhe para 2-3 ditësh. Kjo histori e gjatë për të thënë këtë, që nuk ka arsye ideologjike. Tani më është një strukturë kriminale, është një trust kriminal në mbrojtje të familjes Berisha, në mbrojtje sidomos të budallallëqeve që ka bërë i biri, por edhe të hajnisës së bijës. Ashtu siç kanë bërë edhe këta tjerët sot. Pra nesër kur të bjerë Edi Rama do dali që edhe familjarët e tij, e shoqja sidomos, po edhe të tjerë, nuk kanë qenë jashtë sistemit të pushtetit. Gjithë këta kështu funksionojnë. Pra, nuk ka më arsye pse të mlidhen njerëzit. Kë frymëzon më Partia Demokratike? Cila është arsye ekzistencës së saj përveç se të sjellë një palë drejtor të rinj, të cilët e hapën me dhunë selinë e partisë, ata ishin.
drejtorët dhe pjesëtarët e trustit kriminal, cilët fatkeqësisht vinë nga një zonë shumë e nderuar e Shqipërisë, që është zona veri lindore, prandaj unë e quaj trusti i gështenjave, që nuk ka të bëjë me njerëzit e asaj zone, janë njerëz të nderuar, janë njerëz atdetar, janë njerëz që i kanë dhënë UÇK-s, por fatkeqësisht Sali Berisha i ka përdorur si vegla dhe ju ka dhënë poste dhe tani më i përdor si pjesëtar të një grupi kriminal. Ky është realiteti i Partisë Demokratike. Pra ka rreth ti Sali Berisha sot ka vetëm njerëz të cilët i ka thyer disa herë. Ka edhe një grup, nuk dua t'i quaj idealist, po s'dua t'i quaj as budallej, se duket sikur po i injoroj. Po të cilët ende besojnë në një vegim që do të rikthehet në pushtet, që ky është personazhi i mirës. Mua për këtë të fundit më vjen keq se to kishin qenë njerëz shumë të vlefshëm në një sistem normal, po kanë rënë pre e dashurisë për liderin dhe si të tillë e kanë vënë veten në të njëjtin plan me trustin kriminal të gështenjave. Si mendoni, a do të përballet me drejtësinë Sali Berisha sa i përket qoftë dosjes 21 janarit, e cila është rihapur pas vendimit të gjykatës së Strasburgut, por qoftë edhe tragjedisë së Gërdecit? Duke qenë që kur përmenda Edi Ramën u kujdesa që të fus brenda edhe Sali Berishën, doja që të bëja të njëjtën gjë me procesin e 21 janarit. 21 janari ka shumë drejthije brenda, dhe jo të gjitha drejthijet kanë të bëjnë me Sali Berishën. Pra, 21 janari ka shumë çka, ka shumë njerëz të cilët janë të interesuar që të mos hapet ai kazan i të pëgërave, sepse aty brenda ka shumë çka. Aty brenda ka thirrje për dhunë, aty brenda ka gjithçka. Sigurisht që për sa i përket atyre 4 dëgjorëve që u vranë në bulevard, nuk ka asnjë shans që garda të ketë qelluar pa urdhër, ose që ta ketë dhënë urdhrin vet, Andrea Prendi. Besoj që shanset janë zero. Sigurisht që do duhet që drejtësia t'i vërtetoj këto, por sjellja e Sali Berishës më pas, duke thënë që çadrat me pistolet, do të thënë gënjeshtrat të një lloji që ishin sa për të kaluar ditën, ishte sapo të kalonte dita. Sigurisht, ndoshta ishte nën presionin që pala tjetër ishte bërë gati të bënte një kundër revolucion, po kjo nuk e justifikon gënjeshtrën shumë të ulët, që jo çadra me helm, jo gjëra të këtij lloji, ndërkohë që ishte dhënë urdhri, ndërkohë që tani më ka gjurmime të cilat na tregojnë që është dhënë një urdhër, është qelluar nga brenda kryeministrisë dhe ka qelluar garda, janë dhe pistoleta, është dhe pistoleta e Andrea Prendit që është gjetur e tillë. Pra, për t'ju përgjigjur drejt për drejt pyetjes tuaj, në Shqipëri asgjë nuk i dihet. Interesi i mafias që kontrollon Shqipërinë është që kjo të mos hapet, dhe këtë nuk keni nevojë ta dëgjoni nga unë. Pyesni familjarët e 21 janarit, çfarë thot ajo e shkreta zonjë që është bërë zonjë tani, ishte zonjush në atë kohë, ishte fëmijë, Ana, të cilës i vranë Tjatin. Unë besoj që dhe ajo ka humbur tani më besimin që njëra palë ka qenë e mira dhe tjetra palë kanë qenë të këqit. Ajo e di kush ja ka vrarë Tjatin, po e di që dhe pala tjetër ka një dorë të rëndë aty brenda, ka një pisllik shumë të madh të cilën të gjithë duan ta mbulojnë. Dhe nuk ka karafil që vendoset në bulevard që e mbulon erën e të pëgërës të dyja palëve. Po sa i përket dosjes së Gërdecit, a do ketë një lëvizje nga drejtësia shqiptare, apo gjithçka është mbyllur me atë rrahje shpatullash të Edi Ramës në atë kohë që ishte kryetari i opozitës dhe Berisha ishte kryeministër, dhe i gjendur në ato kushte dhe i zënë ngusht Berisha me njëherë pas tragjedisë Gërdecit në 2008, më 21 prill të këtij viti bëri dhe ndryshimet kushtetuese? Shiko, ndryshimet kushtetuese do të kishin ndodhur me ose pa Gërdecin, le të mos kemi ndonjë iluzion për atë punë, sepse interesonin të dyja palëve dhe kishte bisedime edhe përpara Gërdecit. Gërdeci i dha një shtysë më të madhe, sepse njeriu që ndërtoi Gërdecin, që ishte ortaku i djalit ish kryeministrit, pra i Sali Berishës, është sot një nga njerëzit që merr leje ndërtimi në Tiranë nga Erion Velia. Pra, si ta shpjegojmë ne këtë? Mund ta shpjegojmë se është një përkim, një koincidencë, si i thon me gjuhën moderne këta të rinjtë sotëm.
por unë mendoj që nuk ka përkime. Në atë kohë ai ishte një nga njerëzit që ndërtonte më shumë në Tiranën e drejtuar nga ish kryebashkiaku Rama. Pra këtu të gjithë kanë nga një dorë, të gjithë kanë edhe një herë në edhe një aferë tjetër ku duket që këta janë gjithë bashkë. Të gjithë kanë interes që t'i mbyllin këto çështje, t'i përdorin politikisht për t'i hedhur hysyve njerëzve, po për t'i mbyllin. Unë nuk kam fakte që të dalë dhe të gjykoj kënd, por nga ato që dihen publikisht, domethënë nuk kam fakte për te atyre që dihen publikisht. Ajo çka dihet publikisht, dihet që tek Gërdeci kishte një bashkim forcash të ndryshme dhe po u hap çështja e Gërdecit dhe një herë tjetër duhet hapur edhe aksidenti ndaj zotit Trebicka, duhen hapur ca gjëra të tjera, duhet hapur nëse flasim për periudhën e Partisë Demokratike, qeverisjes, duhet hapur vrasja atyre 4 policëve, të cilët u vranë duke gjurmuar një të kërkuar të drejtësisë, i cili ende sot është tregtar i madh i drogës dhe nuk e përmend emrin asnjëri. Njihej në atë kohë në emrin Ben Qimja, ende sot ashtu njihet, dhe unë nuk kam se t'ia fsheh emrin, po dihej që ata po gjurmonin atë dhe dikush i vrau, pra dikush i dekonspiroi, pra mund të hapen gjëra të tilla. Kush dekonspironte për shembull gjithë operacionet antimafia ose antigrupeve kriminale në Ministrinë e Brendshme në atë kohë. Mund të hapet edhe kjo çështje. Mund të hapet si ka funksionuar policia e shtetit në kohën që nga fillimet e post 97-s, edhe post 97-s po themi, e deri më vonë, e duhen parë drejtorët, pse janë emëruar, si janë emëruar, kush i ka hequr, pse i ka hequr, cilat kanë qenë lidhjet e të tjera. Pra po t'i hyet thellë shtetit shqiptar, gjinden lidhje të tmerrshme me sindikatën ndërkombëtare të krimit. Zoti Roy, do t'i hyet për ta përfunduar, më fal se e zgjata. A do t'i hyet apo jo, kjo është një vullnet politik. Unë mendoj që paria nuk e ka këtë vullnet, ndaj dhe unë argumentoj me forcë që duhet të jenë shqiptarët që ta mbyllin këtë kapitull. Jo për të hapur librat e të kaluarës, por për të filluar librin e ri.